Sot ju kam sjellë një recetë praktike dhe të shijshme që mund ta përgatisni për mëngjes. Si fillim do të na duhet 600 gram miell, krip. Do ta përziej mirë miellin bashkë me kripën. Më pas do t'i hedhim 100 ml qumësht të ngrohtë, 200 ml ujë të ngrohtë, pak vaj, 5 gram maja buke dhe pak sheqer për të aktivizuar majan. Do t'i përziej mirë. Do vazhdojmë ta punojmë mirë brumin me duar për disa minuta që të formohet një brum mesatar, as shumë i butë dhe jo shumë i fortë. Brumi është rëndësishme që të punohet mirë. Pasi brumi është punuar mirë, do ta vendosim në një enë ku më pas do ta mbulojmë me qese kuzhine dhe do ta lëmë të pushojë për rreth 1 orë e gjys. Brumi tashmë ka ardhur, duhet keni parasysh që ambienti ku duhet ta lëni të pushojë brumin duhet të jetë pak i ngrohtë. Pasi brumi ka ardhur, do ta vendosim tek tavolina e punës, ku më pas do ta ndajmë në pjesë. Do vazhdojmë të presim brumin në pjesë të barabarta. Dhe do t'i japim formë të rumbullakët siç e shikoni edhe në video. Në të njëjtën mënyrë kam vepruar me të gjithë brumin dhe pasi kemi dhënë forma të rumbullakta, do t'i lëmë përsëri të pushojmë për rreth 15 minuta duke i mbuluar. Pasi brumi ka pushuar, do të vazhdojmë me hapjen e brumit siç e shikoni në video me ndihmën një aklaj. Më pas do ta presim në mes me thik ose mund ta lini edhe ashtu siç është. Do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë me të gjitha pjesët e mbetura dhe më pas do t'i vendosim të skuqen në vaj lule dielli në temperaturë mesatare duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Tashmë vajin e kam vënë të ngrohet dhe do vazhdoj me skuqjen. Pasi janë skuqur nga njëra anë, do t'i kthejmë dhe do t'i skuqim dhe nga ana tjetër. Pasi janë skuqur, do t'i heqim dhe nëse shikoni që kanë pirë shumë vaj, atëherë mund vendosni poshtë një letër kuzhine që të thithi vajin e tepërt.
Pasi kemi përfunduar të gjitha, i kemi gati për t'i konsumuar. Është një recetë praktike e thjesht për të përgatitur dhe dalin shumë të shijshme. Nëse e provojnë në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.